shpejti do të kenë një vend ku do të kryej rritet e tyre. Po patjetër në radhë të parë falenderojmë Irsin Asin që ka ardhur për Beratit, kryetarin e bashkisë, sidomos inxhinierin që është marrë me projektimin e kësaj kishe, Benjamin Tushen, edhe shok edhe miq të tjerë dhe besimtar lushnjar, Pluks dhe Golemas, do të gjejnë dhe këta një stret të bukur fort këto, për me bërë lutjet. I faleminderit. Mund ta shpjegojnë. Kisha është rreth një 244 metra katror e gjitha, e projektuar me stilin e ri të arkitekturës. Është një godin e thjeshtë, por edhe e bukur. Në të ardhmen kjo do të zgjerohet me ambiente të tjera, të cilat do ta bëjnë më të atraktive këtë. Ishte obligim nga ana ime që të kontribuoja si ortodoks, edhe ku këtu janë prerë gjyshrit, prindrit e mi. A janë ruajtur vlerat? Janë ruajtur vlerat. Kishës së vjetër këtu? Kisha e vjetër, kuptohet, ka pas një stil tjetër në arkitekturë, por kjo është një kishë e projektuar kohët e fundit dhe është e re, por në trashëgiminë e kishës së vjetër. Pra bazohet mbi traditën Vula këtu i Sukrisht, një katë të të Sukrisht i gjithmonë fikon. Kjo është vula që përdorim ne është simbolika që përdorim ne. perëndimore dhe lindore. Do ju të shikojnë, domethënë, Krishti gjithmonë triumfues. Edhe sot kjo është i triumfuar. Dhe mbi këtë themelor çdo kishë, mbi besimin në Krishtin, që Krishti është baza e besimit. Kontributi juaj është pa diskutueshëm, ne ju falenderojmë nga zemra. Fëmijë të mbara dhe që komuniteti ortodoks ta ketë përsëri atë vendin e shenjtë. Faleminderit. Me si po e priste. Faleminderit për gjithë idejet dhe gjithë mbështetjen që keni dhënë. Faleminderit. Atë Ishte rigritja kishës këtu në Golem, e cila daton nga viti 1800, u prish në 67 dhe po rindërtohet. Kjo është kënaqësia jonë që ne risjellim përsëri këtë kishë me përmasa pak më të mëdha, por që është në memorien e qytetit dhe gjithë besimtarëve të zonës dhe pikërisht që të mblidhemi të lavdërojmë Perëndin tonë, gjithë së bashku. Falenderojmë zonjën kryetare që ka bërë të mundur dhënien e leve bashkë me stafin e vet dhe i gëzojmë kësaj dite që të vazhdojmë ta kryejmë dhe ta përfundojmë këtë vepër. Ju falenderit. Ishte shumë kënaqësi që mora pjesë në këtë ceremoni për vendosjen e gurit të parë të themelit të kishës së Shënmërisë, një kishë e cila prej shumë vite i kërkohej nga komuniteti lushnjar, duke qenë se e kishin dhe si një vend shumë të shenjtë. Dhe shpresoj që punimet do të shkojnë mbar. Ishte shumë kënaqësi që institucioni i bashkisë kontriboi me gjithë dokumentacionet e nevojshme dhe deri në pajisjen me leje ndërtimi dhe patjetër që do të jetë institucioni që do të vazhdojë të mbështesi jo vetëm këtë komunitet, por gjithë komunitetet e tjera që janë në Lushnjë. Ta gëzojnë komuniteti ortodoks dhe kishën e Shënmërisë. Ju falenderit. Ju falenderit. Krishtë Perëndi, forcoje kishën tënde mbi patmundshmërinë e gurit të urdhëresave dhe të mirë.
Triumfi. Rrofsh. Të vazhdojmë Është vazhdojmë më tepër. I humbim ndihmën në Fillim i mbarë. Faleminderit. Ju falenderoj që të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Urtësi drejtë të dëgjojmë ungjillin e shenjtë, paqe në të gjitha. Në shpirtin tonë. Mëshirona dhe shpëtona. Gëzuar. Pasuri çik më tepër dhe, edhe i lart. Ashtu. Shpirtin tonë dhe anën e kryqit tonë. O Zot, shpëtoje popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd. Uroju Tash jam. E kemi shumë. Shëndi fuqishëm, shëndi pavdekshëm, mëshirona. Shëndet të thitim dhe jetë përjetëshme, si burim tjetë dhe në sklandër mjetop. Shpëtimtari Krisht që linde, të shpëtojnë shpirtra tanë. Oj lindës e tempullit u bë parajsë, buron shërime si Ajsë, buron shërime si lumej të pashtershëm. Ne vime të këti me besim,
Shëndet të thithim dhe jetë përjetëshme, si për në tek shpëtimtari Krishtianinë, të shpëtojnë shpirtra tanë, o i lindës e tempullit u bë parajsë, buron shërime si lumejtë. Benzina calma para cui doce vai passar para isso. Não é isso? Pá. Artiksellerin fabrika girdi. Zeresi kardır o. Artiksellerin O telefon diye, mori.